Administratori i një lokali në Prenjas ka rënë në prangat e policisë pasi e kishte kthyer lokalin në fole droge. Në pranga ra dhe një 29 vjeçar për mos kallëzim krimi. Ishin specialistët për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me shërbimet e forcës së posaçme operacionale në vijim të operacioneve kundër veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve. Të bazuara te kontrollet, puna operative dhe hetimet finalizuan në drejtimin e prokurorisë së Elbasanit operacionin e koduar rrethinat. Gjatë kontrolleve në lokalin që administronte, 32 vjeçari në Prenjas u gjetën 76 doza dhe sasi lëndë e dyshuar narkotike kokain, siguruar dhe përgatitur me qëllim shitjen. Gjithashtu u gjetën mjete që shërbenin për ndarjen e lëndës narkotike, si dhe 48.100 lekë dhe 450 euro të dyshuara të përfituara nga kjo veprimtari. Materialet proceduriale ju referuan prokurorisë së Elbasanit për veprime të mëtejshme.